Para se të kalojmë te pika e rendit. Këshilli Bashkiak i Shkodrës nuk mund të marrë asnjë vendim pa praninë e këshilltarëve të Tomdoshit. Në këto kushte kreu i Këshillit Oltjon Luli u detyrua të kërkojë publikisht pjesëmarrjen e tyre në mbledhjen e radhës. Funksionaliteti i Këshillit Bashkiak dhe marrja e vendimeve në interes të qytetarëve të Shkodrës është një detyrë për çdo këshilltar. Kjo lëvizje e socialistëve në këshilla priori e Benet Becit vjen pasi më 9 prill këshilltarët e PSD-s dhe PD-s bojkotuan mbledhjen. Një rast tipik është edhe i mbledhjes së kaluar, ku këshilltarët e PSD-s dhe të PD-s bojkotuan vendimet e rëndësishme për funksionimin normal të qytetit. Vendime që duhet të qëndrojnë nga larg interesave të ngushta partijake dhe të mos përdoren për qëllime elektorale. Pa demokratët dhe socialdemokratët, Bashkia e Shkodrës nuk mund të marrë vendimin e rëndësishëm për menaxhimin e plazhit të Velipojës. Bllokimi i mbledhjes së kaluar do të kushtojë banorëve të Shkodrës fillimisht në plazhin e Velipojës. Mospasja një vendimi përkatës bën që mos kemi një strukturë të mirëfillt për menaxhimin e plazheve me çmime më të lira për pushuesit shkodran, si edhe për garantimin e kushteve dhe standardeve më të larta për Velipojen. Pyetur nga gazetarët nëse vendimet e Këshillit po përdoren për fushat nga vetë Bashkia e drejtuar nga Benet Beci, kreu i Këshillit u shpreh se asnjë vendim nuk ka lidhje me zgjedhjet e 11 majit. Jo, absolutisht nuk janë vendime që i shërben partive politike, janë vendime që i shërben qytetarëve të Shkodrës. Kujtojmë se më 9 maj këshilltarët e Tomdoshit braktisën mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Aksionit të tyre politik ju bashkuan edhe këshilltarët e Berishës. Mbledhja e radhës parashikohet në fillim të majit, por Benet Beci dhe socialistët nuk formojnë dot quorumin pa doshin. Aktualisht PS ka 18 këshilltar, PSD 11 këshilltar, PD 12 dhe 5 janë të bashës.